Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në video në radhës, ku në këtë video do të flasim për instalimin e WordPressit në LocalVP, në platformën LocalVP që i bjen në kompjuterin ton lokal. Çka është LocalVP-ja? Është një platformë e cila na i mundson neve me instalu WordPressin me disa klikime direkt në kompjuterin ton. Veçaçja zyrtare është kjo localvp.com dhe këtu e gjeni domethënë linkun edhe këtu mund të lexoni më shumë se çfarë features ka edhe çfarë gjërash tjera. Për ta shkarkuar këtë e keni këtu butonin download ose këtu download e kur e klikon këtë është gjithçka free, s'ka asnjë lloj pagese. Tu e kena me zgjedh platformën se cilën sistem operativ jena duke e përdor, Mac ose Windows. Pasi e zgjedh të, e vendos emrin, e vendos mbiemrin, e vendos pjesën e a je agjensia apo freelancer, e vendos emailin edhe bën get it now. Pasi e instalon, e shkarkon edhe fillon ta bësh instalimin edhe aty shkon me disa hapa next, edhe derisa të mrish tek finish. Edhe pasi mrin tek finish, do dalë kjo pamje, këtu, do me thënë që është pasi instalohet LocalVP-ja, del kjo pamja këtu. Çka është LocalVP-ja? Ta është dhe shpjegim detaje se si duket dhe çka është. Si fillim lart e kena butonin akauntit, të ku e tregon që tu është akaunti jon i Lyneziri, tek unë edhe ju e keni akauntin tuaj personal që mund të logoheni direkt tek faqja. Pastaj poshtë kësaj kena local sites. Çka është local sites? Janë website-et të cilat ne i kena kriju paraprakisht këtu. Unë i vetë si kam kriju disa website për testime për disa student, edhe këtu i shikoj unë listën e projekteve të mia që i kam të instaluar këtu. Pastaj kena këtë pjesën e connect, këtu mund ta bëjmë local VPN connect direkt me di prej kompanive për hosting, e cila është njëra VPN-gjin edhe Flywheel, ku VPN-gjin vetë se është edhe është kreatorja e kësaj platforme, të cilën këto vetëm e kanë kriju, këto vetë se e kanë kriju këtë platformë që tash edhe bashkëpunojnë. Pastaj kena pjesën e My Blueprints. Çka janë My Blueprints? Blueprints janë pjesë dizajneve të gatshme, shablonave, të cilat ne i kena kriju paraprakisht, dëshirojmë që t'i përdorim edhe në vende tjera, thjesht i ruajmë si templates, edhe ju kthehemi, ju qasim i sa dëshirojmë. Për të lexuar më shumë e kena këtë blogun këtu, e këtu mund të lexoni më shumë rreth pjesës së kësaj, se çka janë pjesa e këtyre blueprints. Ja, pra të tregon se my need blueprint, do të thjesht i ke gati këto, edhe kështu duken domethënë. Ja, pra të thjesht e krijojmë dizajnin edhe këtu mund ta bëjmë save asa blueprint. Okej, edhe kena butonin add-ons. Çka janë add-ons? Janë disa extension që lidhen direkt me LocalVP-jen. Këto mund t'i përdorin direkt në LocalVP, secila ka nga një funksion të caktuar, për shembull këtë notes e ka, për shembull mund ta bësh install, edhe del domethënë këtu tek LocalVP-ja, del kjo notes këtu ke kjo pamje, që normalisht nëse dëshiron të shkruash diçka që mos harrosh. Edhe pastaj kena pjesën Get Help, ku tek Get Help e kena pjesën e dokumentacioneve, blogjeve, forumin e kena këtu mund të lexojmë postimet të fundit, edhe kena direkt me ta bë me Ebo Connect. Edhe pak më poshtë kena butonin plus, ku tek ky buton domethënë mund ta bëjmë instalimin e një website të ri. Andaj ku do e instaloni ju për herë të parë LocalVP, do dalë një pamje edhe këtu në mes për ta shtuar një website të ri, ose ki plusi këtu.
Tash do të thënë ne do e krijojmë një website të ri, edhe shkrim tek ana e majt poshtë tek i butoni plus, ne bëjmë add local site. Pasi e bëjmë add local site, shfatit kjo pamja këtu që tregon a dëshiron ta krijosh një create a new site, një website të ri, një prej website-eve që ke bërë domethënë my blueprint, ose ndonjë website i cili është ekzistues në zip file e që mund ta bësh domethënë import direkt. Ne i themi create new site, shkrim continue, edhe tash për instalimin e WordPress-it i kena vetëm 3 hapa. Domethënë nuk është shumë e nevojshme me u lodh si më përpara para 10 viteve ose disa viteve shumë më herët që u dash me instalu databazën veç, file menaxherin veç, gjitha veç, mirë po tash vetëm me 3 klikime bëhet instalimi i komplet WordPress-it në kompjuterin tonë. Ndaj si fillim e kena hapin e parë setup site, dhe më thënë e kena pjesën e se si ja vendosim emrin e website-it. Për shembull emrin e website-it tash e vendosim këtu, trajnimi gjigant, edhe poshtë advanced options, çka ka, këtu është local site domeni, si duket local site domeni, duket domethënë kështu trajnimi viz gigant.local, ne mund ta bëjmë edhe kështu trajnimi gigant.local ose mund ta bëjmë .com, e pa marrë parasysh se si dëshiron ta kesh, mirë po normal nëse këtë domen e, e vendos pasaj live në server duhet atëherë ta blejmë ose ta kena pas paraprakisht. Ne do lejmë pik lokal, edhe kena local path site se ku dëshirojmë të ruajmë folderat në kompjuterin tonë. Ta shkrim next, continue, të kena pjesën e databazës dhe pjesën e pjesë shtëpisë. Këto e kena pjesën dy botona, kena këtë preferumen që e ka vetë local VPN që ka PHP 8.2.27, web serverin e ka Nginx edhe MySQL verzioni i databazës është domethënë ky verzion këtu. Ose mund ta bësh domethënë custom që mund ta zgjedhësh ti vetë se çfarë PHP e dëshiron, cilën web server ose Nginx ose Apache, edhe databazën mund ta zgjedhësh ti vetë ose MySQL ose MariaDB, varësisht prej punës që ti e zgjedh. Ne i lejmë kështu të preferume, edhe shim continue, edhe hapi i fundit është ta vendosim username-in edhe passwordin e WordPress-it. Username-in e vendosim admin, passwordin 1 2 3 4, edhe të kena emailin që mund të vendosim të një email, për shembull e vendosim emailin i direkt në Gmail vetëm sa për test diçka. Edhe këtu tek advanced options e kena select language me zgjedh se cilën gjuhë është, edhe is this our press multisite, ne i themi jo. Çka është multisite? Multisite është nëse ki domain ose nëse ki website ka subdirektori, ka sub foldera mbrapa domenit, ose ka para domenit sub domena. Me thënë ka për shembull mund të jetë një website i cili ka shumë lokacione ose shumë dyqane tjera online në për vende tjera ose është një një medium që ka shumë kategori të ndryshme, edhe aty zakonisht ata përdorin më shumë website, ne i themi jo, edhe ta shërbim add site. Pasi e klikëm butonin add site, tash fillon procesimi i instalimit të WordPress-it në kompjuterin tonë. Instalimi zgjat dikund maksimum deri në 1 minutë. Tash edhe disa sekonda. Tash u instalu.
WordPressi në local VP. Pas instalimit, shfatit kjo pamje këtu si që shikojmë, në është website i jonë, në ngjyrën e gjelbër që të regonë sa është aktiv, edhe tash, si lartë të kena emrin website-it, po është e kena site folderin, dhe më thënë se si dhe ku janë dhe më thënë folderat e këti website-it, të të regonë dhe më thënë në galerisë në cilën path janë të ruajtura. Ne kena site shell i është pjesa e terminalit, do të thënë ato që të cilë din të punojnë me terminal, command line e kanë këtë pjesën këtu, edhe pastaj është Visual Studio Code që është për pjesën e kodimit, pastaj tek overview e kena site domainin që e zgjodhëm pak më parë, SSL certifikatën, e kena domethënë atë pjesën e HTTPS, web serveri domethënë është Nginx, pjesë shkrim verzioni është këtu, database është kjo, one click admin, çka është one click admin? Kjo është domethënë nëse ti dëshiron të hysh shpesh tek website jot, mirë po që mos të pengon gjithmonë ajo pjesa e kërkimit të username dhe passwordit, tu e klikon këtë, edhe e bën domethënë admin e bën one click që me një klikim të shkosh direkt në dashboard të WordPressit pa mos ta kërku username dhe passwordin. Ne e lejmë domethënë këtë off, sepse na duhet domethënë me hi me username dhe password. Pastaj kena pjesën e versionit, edhe është multisite jo, edhe Xdebug kod është domethënë me bë debug pjesën e performancës, edhe kjo është më shumë nëpërmjet pjesës technical problemet ose diçka tjetër çfarë mund të ndodhe local VPS. Pastaj është pjesa databazësh, këtu është pjesa e më të bëj connect databazën me këtë Admineo. Kjo Admineo është një platformë databazë që vjen by default prej instalimit të local VPS, se këtu do me thënë ato që e din databazën në mënyrë të mirë, e din vetë se si punohet edhe çka është. Pastaj e kena pjesën e hostit, portit, emri databazë, username dhe passwordi. Pastaj text tools e kena pjesën e live links. Çka është live link? Kjo pamja këtu. Kjo pamja këtu është për shembull, nëse ti je të punu për një klient, edhe ai ta ka dhënë të ta bësh ti një website për të, mirë po ti këtë website të keni sa punosh direkt tu të kjo platforma local VPI, mirë po vetëm ti ke qasje të kjo platformë, do të thënë askush tjetër nuk ka qasje dhe nuk mund ta shikoje punën tënde, pse? Sepse ti je të punu në kompjuterin tënd. Tash klienti thotë ma dërgo ta shikoj punën se çfarë je duke bë dhe çfarë ke bërë deri tash. Mirë po ti s'di se si mja dërgu, sepse nuk mund ta shikon në punën tënde prej atje. Atëherë për të zgjidhje, ka menduar dhe local VP-ja që te kjo pjesa live links, local VP-ja e krijon një link random përkohësisht, që është këtu, edhe e krijon username dhe passwordin, edhe çka bën ti, e merr këtë linkun copy, ja dërgon klientit, edhe ja dërgon edhe username dhe passwordin, edhe ai kyçet me këtë username dhe passwordin, edhe hyn edhe e shikon në website-in tënd se çfarë je duke punu, edhe ai t'ja pastaj feedback, edhe e shikon se si është duke ecë procesi dhe ti pastaj vazhdon përsëri me punën tënde. Kthehena mbrapa, tash lart e kena stop site butonin që mund ta ndalim site-in dhe ta bëjmë start site. Të kena kur është për të fundit është e bë me start, edhe kena butonin VP admin që na dërgon direkt në adminin e WordPressit në dashboard, edhe kena open site, që me klikimin e open site dhe me thënë hapet faqja në front page se si duket tash dhe faqja pas instalimit të WordPress. Kjo është dhe me thënë trajnimi gigant.lokal, edhe kjo është dhe me thënë faqja jonë e parë që u instalu në përmjet lokal VPS. Ta është dhe me thënë të shkojmë dhe të him tek pjesa e VP adminit. Ta shpërqit tek VP adminit kena dy opcione. Ose kena opcionin dhe me thënë me këtë butonin direkt, me kliku edhe në hapët pamja e VP adminit, ose tek linku që e kena këtu mbrapa, thjesht shkojmë mbrapa edhe vendosim /vp vis admin, edhe në hapët përsëri kjo pamje, në cilën ta zgjedhim ajo është saktë, edhe tash këtë vp admin e vendosim dhe me thënë username-in që e krijuam, e vendosim admin, edhe passwordin e vendosim 1 2 3 4, edhe tash e bëjmë login.
Pas që e bëjmë login, edhe ta shihim dhe me thënë për herë parë në WordPress, në prapa skenit e WordPress, si ta quajmë backend apo back office, ose në dashboard. Në kjo është dhe me thënë sa i përket instalimit të WordPressit nëpërmjet lokal VPS në kompjuterin tonë. Kjo është dhe me thënë pamja e parë për fillestarët që nuk e dinë se çka është WordPressi dhe kjo pamje e parë del kur e instalon WordPressin. Andaj dhe me thënë me këtë video e përmbyll me kaq sepse qëllimi i kësaj videos ishte vetëm të flas për lokal VPN edhe për instalimin. Pastaj për çka është WordPressi, do të thënë do flas në videot e radhës. Andaj për për pjesën e WordPressit edhe për detajet e shumta të kësaj pamjes që e shikojmë tash, do jenë dhe me thënë të shpjegume në videon e radhës. Atëherë, deri në videon e radhës, i uroj një, i uroj një video i digjerim të, të mirë që ti shikoni këto video në maksimum edhe ti përmbaheni kësaj që unë jam duke e bë, që të shkim hapa sapi, sa i përket gjërave dhe detajeve tjera. Andaj ju falenderoj shumë edhe shifena në videon e radhës.